Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit të tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Jemi akoma në ditë të begatat e muajit të Ramazanit, muajit të Kuranit Kerim, muajit të natës së madhe të Kadrit, ku Allahu i madhëruar flet pikërisht në librin e tij madhështor, Kuranin famlar. Unë pikërisht sot do të flas rreth temës Kurani është ilaç për zemrat, pasi kjo temë ka të bëjë me atë për cilën Allahu i madhëruar flet në Kuran, se çfarë është Kurani dhe ai ka zbritur një natë të madhe siç është nata e Kadrit. Por ne nuk do të ndalemi me nata e Kadrit, do të dalim për të parë se si reflekton Kurani në zemrat e besimtarëve. Pikërisht për këtë Allahu i madhëruar thotë në Kuran, Bismillahirrahmanirrahim. Prej Kuranit ne zbresim mëshirë dhe shërim për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk kushtohet gjë tjetër përveç dëshpërimit. Lexojmë në surën Isra në ajetin 82. Ky ajet kuranor thekson efektin e madh të Kuranit famëlart dhe rolin e tij konstruktiv në fushën e shërimit. Ai thotë, prej Kuranit ne zbresim shërim dhe mëshirë për besimtarët, ndërsa jo besimtarët, në vend që të përfitojnë prej këtij libri madhështor, kapën pas gjërave që nuk prodhojnë gjë tjetër për ta përveç poshtërimit dhe uljes. Ajeti vijon duke na kujtuar dhe thon, kurse jo besimtarëve nuk kushtohet gjë tjetër përveç se dëshpërimit. Allahu i madhëruar në këtë ajet përmend dy cilësi specifike, shërimin dhe mëshirën. Në të vërtetë me fjalën shërim nuk kuptohet shërimi prej sëmundjeve, të metave dhe mangësive, kurse para gjë që bën Kurani famëlar në trupin e njeriut është pastrimi i tij prej llojeve të ndryshme të sëmundjeve mendore e morale, individuale dhe shoqërore. Pas shërimit vjen periudha e mëshirës, që është periudha e pajisjes me morale të Allahut të madhëruar, periudha e hapjes së gongjeve të virtyteve njerëzore në thellësi të individëve që janë nështruar edukimit kuranor. Thënë ndryshe, fjala e ajetit shërim tregon pastrimin, ndërsa fjala mëshirë tregon konstruktin e ri të njeriut. Shërimi dhe mëshira që përmend ajeti thotë se është për besimtarët. Shtrojmë pyetjen, po për mohuesit, a mund të quhet Kurani shërim dhe mëshirë? Ajeti jep përgjigjen e kësaj pyetje kur thotë, kurse jo besimtarëve nuk kushtohet gjë tjetër përveç dëshpërimit. Atëherë, le të jemi njësye edhe kësaj pjese të ajetit, pra jo besimtarët dhe pjesa e tyre në Kuran. Jo vetëm në këtë ajet të Kuranit famëlart, por edhe në shumë ajete të tjera të tij lexojmë se jo besimtarëve, në gjendje që janë shtohet pra ignoranca dhe njerimi, në një kohë kur ata duhet të përfitojnë prej dritës së argumenteve hyjnore. Kjo gjendje e besimtarëve ka të bëjë me faktin se qenia e tyre është ndërtuar që në bazë mbi kolonat e mohimit, padrejtësisë dhe hipokrizisë. Prandaj, ata e luftojnë të vërtetën sa herë që e gjejnë atë. Kjo luftë që ata bëjnë kundër së vërtetës dhe kundër atyre që e kanë përqafuar atë, ushton atyre mjerimin, forcon të ta frymën e tiranisë dhe të rebelimit. Prandaj, dietarët musliman, kur kanë përmendur rolin që luan Kurani famlar në jetën e njeriut, pikë së parë ata thanë se Kurani duhet të qëndrojë në mendimet dhe në gatishmërinë e njeriut që e takon të vërtetën. Sepse argumentet kuranore janë si pikat e shiut, të cilat bëhen shkak që në kopshtet të mbijnë trëndafila, kurse në tokët e papërshtatshme të mbijnë ferra. Prandaj është domosdoshme që të përgatitet terreni më parë, pastaj vjen edhe përfitimi prej Kuranit.
duke shtuar edhe aktivitetin e vepruesit, i cili, sipas terminologjisë, është i kushtëzuar me përgatitjen. Këtu bëhet e qartë edhe përgjigja ndaj pyetjes atij që thotë se si nuk i udhëzon Kurani në rrugën e drejtë ata persona, në një kohë që Kurani është udhëzues për në rrugën e drejtë. Këti i themi, padyshim që Kurani ka fuqi të udhëzojë në rrugën e drejtë edhe ata që me dashjen e tyre kanë hyrë në rrugën e humbjes, por ai i udhëzon ata në rrugën e drejtë me kusht që ata vetë të kërkojnë të vërtetën dhe kërkuesi të jetë në një nivel që jo vetëm e pranon të vërtetën, por është edhe i nënshtruar ndaj saj. Për sa u përket kundërshtarëve kokfort dhe armiqve të së vërtetës, këtë rrshqeshet nga qëndrimet negative që ata mbajnë ndaj Kuranit. Për këtë arsye, ata jo vetëm që nuk përfitojnë prej Kuranit, por atyre shtohet edhe më shumë mbledhje mosbesimi, sepse përsëritja e falit bën që në shpirtin e njeriu të zërvend gjendja e mohimit të së vërtetës dhe kundërshtimit të saj. Pas kësaj paraqitje të shkurtër se pse jo besimtarëve nuk kushton gjë tjetër veç se dëshpërimit, le të shohim tani më në detaje atë për të cilën tham se Kurani është ilaç për zemrat. Po, Kurani është ilaç me efikasitet për të gjitha sëmundjet shoqërore dhe morale. Në të vërtetë sëmundjet psikike dhe morale kanë ngjashmëri të madhe me sëmundjet e trupit të njeriut. Të dyja kategoritë e sëmundjeve janë vrastare, të dyja kanë nevojë për mjek e për ilaçe, të dyja deportojnë të tjerët. Prandaj është detyrë për secilin prej këtyre sëmundjeve, më parë duhet të njihen shkaqet kryesore që i kanë shkaktuar, pastaj të mjekohen ata. Në secilin prej dy kategorive të sëmundjeve, prekja nga sëmundja mund të arrijë një gjendje në të cilën mjekimi bëhet i pamundur. Megjithatë, në shumicën e rasteve, ata mjekohen dhe arrihet shërimi, ndonse në disa raste të tjera, mjekimi nuk sjell asnjë dobi. Në të vërtetë kemi një ngjasim shumë të bukur dhe me shumë kuptim. Kurani famëlart konsiderohet recetë për shërimin, për trajtimin dhe për të luftuar ignorancën, mendjemadhësinë, prepotencën, smirën, hipokrizin e tjerë. Kurani është recetë për shërimin e përmjekimin e gjendjes së dobësisë, të poshtërimit, frikës, kontraditave dhe ndarjes. Libri madhështor i Allahut është recetë për shërimin e atyre që vuajnë nga sëmundja dashurisë për këtë botë dhe nga lidhja e madhe që ata kanë me vlerat materiale dhe me epshet. Kurani famëlar është recetë për shërimin e kësaj bote, ku zjarret të ndizën në çdo cep të saj, të kësaj bote që vuan nga presioni i garës për zhvillimin, për depozitimin dhe për tregtimin e armëve shkatërruese, pasi në shërbim të luftës është vënë kapitali ekonomik e njerëzor i gjithë botës. Së fundmi, libri Allahut është recetë për zgjesimin e perdeve të epsheve të errta, që ndalojnë afrimin ndaj krijuesit dhe drejt atij që është i gjithfuqishëm dhe mëshirëplot. Në ajetin 57 të sures Yunus, Allahu i Madhëruar thot: "U erdhi nga Zoti juaj këshilla Kur'ani dhe shërimi për atë që keni në zemra." Në ajetin 44 të sures Fussilet, lexojmë fjalën e Allahut të Madhëruar, i cili thot: "Thuaj, për ata që besojnë ai Kurani është udhëzues dhe shërues." Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në hutbën e lamtomirës u bëri thirrje njerëzve dhe u tha: "O njerëz, dëgjoni siç po ju them dhe mbajini mend mirë. Po ju lë librin e Zotit, Kuranin, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humbni rrugën e drejtësisë dhe të së vërtetës. Kurani është libri i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut dhe fjala e tij, në vërtetësinë e të cilit nuk ka asnjë dyshim." Prej Ali ibn Abi Talibit lexojmë të ketë thënë në lidhje për Kuranin famëlar se: "Kërkoni shërim me Kuranin prej sëmundjeve tuaja dhe kërkoni ndihmë me Kuranin për vuajtjet tuaja, sepse në Kuran ka shërim prej sëmundjeve më të mëdha, mosbesimit, hipokrizisë, mizorisë dhe rënies në rrugën e humbjes." Gjithashtu ai ka thënë: "Bëni kujdes. Kurani ka dituri për atë që do të vijë. Kurani flet për të ardhmen, Kurani është ilaç për sëmundjet tuaja dhe për sistemin e punëve ndërmjet jush." Pra,
Këto shprehje të larta e kuptim plota, të cilat i gjejmë të ngjashme me fjalët e profetit tonë të madh, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, janë argument që vërtetojnë me hollësi dhe me qartësi se Kurani është recetë për shërimin e çdo problemi, të çdo vështirësie dhe të çdo sëmundje. Është recetë për shërimin e individit dhe të shoqërisë prej sëmundjeve morale dhe shoqërore. Argumenti më i fuqishëm për të vërtetuar këtë të vërtetë është krahasimi i gjendjes së arabëve të kohës së ignorancës, pra para Islamit, me gjendjen e tyre gjatë kohës kur ata u edukuan në shkollën e të dërguarit të Allahut në fillimet e Islamit. Krahasimi mes dy gjendjeve bën që ne të shikojmë se ata njerëz, të përgjallderdhje dhe të prekur prej llojeve të ndryshme të sëmundjesh shoqërore dhe morale, në të vërtetë shërimi i tyre në gjendjen që ishin u plotësua me udhëzimin kuranor në rrugën e drejtë dhe me mëshirën e Allahut ata arritën atë forcë e atë madhështi sa edhe fuqitë e mëdha politike të kohës e ulën kokën e u nënshtruan para tyre. Kjo është e vërtetë, të cilën e kanë harruar muslimanët e ditëve tona, prandaj kanë në gjendje që ne shikojmë sot, gjendje gjatë mjerimi e mbuluar me sëmundje dhe probleme. Ky është përfundimi i atij që shtrin dorën të lypi laçën e shërimit të sëmundjes së tij prej të tjerëve, të cilat në fakt janë në gjendje dhe më keq se ai që kërkojnë prej tyre, ndërkaq të tjerët marrin prej tyre ilaçin për shërimin e sëmundjes që gjendet në duart e muslimanëve dhe që ai e ka në shtëpinë e tij. Kurani famlar jo vetëm që shëron sëmundjet, por ndihmon edhe vetë të sëmurit të kapërcej stadin e rikuperimit dhe të kaloj në fazën e fuqizimit, aktivitetet dhe lëvizjes, në atë mënyrë që mëshira të vi si periudhë pasuese e shërimit. Është shumë domethënë se fakti se ilaçet që përdoren për të shëruar njeriun kanë rezultuar me efekte anësore, të cilat nuk mund të mënjanohen, siç dëgohet të përsëritet shpesh thënia s'ka asnjë ilaç që të mos shkaktojë një sëmundje. Për sa i përket këtij ilaçi, pra librit të madh të Allahut të madhëruar, ai s'ka asnjë veprim anësor në shpirtin e në mendimin e njeriut, por ndodhet kundërta, sepse i gjithë Kurani është mirësi, begati dhe mëshirë. Mjafton të mobilizohemi të ndjekim këtë recetë, qoftë edhe për një muaj, siç është muaji begat të Ramazanit, duke u bindur urdhrave në fushat e diturisë, ndërgjegjësimit, drejtësisë, devotshmërisë, sinqeritetit, mposhtjes së unit dhe luftës në rrugën e Allahut. Atëherë do të shohim se sa shpejt do të zgjidhen problemet tona. Së fundmi, do të themi se edhe receta kuranore është si të gjitha recetat e tjera, që do të thotë se asaj nuk mund të jap rezultatet e veta pa e zbatuar atë me korrektësi. Ndryshe, leximi i recetës së ilaçit, qoftë edhe 100 herë, kur nuk mund të zëvendësoj rolin që ka puna sipas kësaj recete. Lutim Zotin e Madhëruar ta bëjë Kuranin shërues të zemrave tona, pasi ne duhet ta vëmë ne duhet ta lexojmë atë për ta kuptuar të recetë të bukur që Zoti na ka bërë falas në jetën tonë të përditshme. Shikues dhe dëgjues të nderuar, duke ju uruar një agjërim të lehtë edhe ditën e sotme, ndajmë së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.